Të njëjtën në kuadër të shënimit të ditës së forcës, kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj vizitoi kazermën e FSK-s lidhja e Prizrenit, ku u prit nga komandanti major Petri Logja dhe stafi i tij, të cilët prezantuan kapacitetet dhe pajisjet ushtarake të ekspozuara për këtë ditë festive, si dhe njoftuan me progresin në çështjet e deminimit në hapësirat e rajonit të Prizrenit. Pata kënaqësinë që më ftesën e komandantit të kësaj njësie të bëj një vizitë. Vizita ishte shumë miqësore, po ashtu e banëm edhe një si lloj shikimit të pajisjeve që i kishin të kushteve ku ata punojnë. Është një rëndësi e jashtëzakonshme e kësaj pune, e kësaj njësie, sepse këta e bën një punë e cila i kontribon sigurisë. Më treguan që jo vetëm në territorin e komunës Prizrenit, por në tonë Kosovën ku ka nevojë dalin në terren, një numër shumë të madh mjeteve i kanë demontuar, i kanë defunksionalizuar, edhe çdo mjet i demontuar faktikisht është shpëtim i jetës. Kryetari Totaj shprehu gatishmërinë e komunës për të mbështetur njësitë ushtarake në rritjen e sigurisë për të gjithë qytetarët e vendit, përmes bashkëpunimit të autoriteteve civile me ato ushtarake. Unë ju falenderova për punën që e bën, edhe normal që u pajtuam që të vazhdojmë komunikimin shumë mirë mes veti, edhe kurdo që ata më ofrojnë ndihmën, që kurdo që të ka nevojë për ta, çfarë do lloj situate më kretë kapacitetet janë në dispozicion për me ndihmu qytetarëve, po edhe unë ju ofrova mundësinë që çka do që të ka nevojë nga ana e komunës, që na eventualisht kemi mundësi do të jemi të gatshëm. Është një shembull i mirë, edhe pse ndoshta simbolik, por një tregues se autoritetet civile dhe ushtarake duhet të kenë bashkëpunim të mirë, edhe kjo gjithmonë shkon në funksion të rritjes edhe të sigurisë, po edhe të zhvillimit përgjithshëm të shoqërisë. Të pranishëm në këtë vizitë ishin edhe nxënësit dhe stafi i shkollës Naum Veçel Harxhi nga fshati Moljani Suarekës. Drejtoresha e shkollës Liridona Kabashi theksoi se fëmijët ishin shumë entuziastë për të njohur nga afër me punën e ushtarëve të FSK-s. Përnder të festës së 28 nëntorit, kemi bërë këtë organizim një vizitë në ushtrinë shtirimtare të Kosovës, tash në forcat e Kosovës, që fëmijët të njihen më afër me aktivitetin dhe punën që e bëjnë ushtarët. Nxënësit e shkollës Naum Veçel Harxhi, Elisa Sedolli dhe Erdian Gashi u shprehën të jetë të kënaqur që patën mundësinë të vizitojnë kazermën e FSK-s dhe të shohin pajisjet ushtarake të tyre. Sot jam kënaqur shumë sepse ishte dita më e mirë jetës time. Pse dita më e mirë jetës time? Sepse jam para FSK-s e cila që na mbron gjithmonë. Çfarë ditë ishte sot për ty? E mrekullueshme. Pse e mrekullueshme? Sepse ardhëm me vizitu vendin e Kosovës. Çfarë të pëlqeu këtu më shumë? Shumë gjëra. Për shembull? Këto fenet që janë më të rëndësishme dhe pushkat. Ndryshe, mijëra qytetarë nga i gjithë vendi sot kanë vizituar kazermat e Forcës së Sigurisë së Kosovës me rastin e ditës së forcës, ku kanë parë nga afër kapacitetet ushtarake të ekspozuara në këtë ditë feste.